Ambasadori i Izraelit në Shtetet e Bashkuara, Moshe Arens, një shkencëtar, politikan, veteran i Likudit dhe ish operativ i Irgunit, i hapi Netanyahut rrugën drejt korridoreve të pushtetit në Washington. Dukshëm i thjesht, i zgjuar, i shpejt dhe i mençur, i trajnuar mirë në komunikimet në stil amerikan, Netanyahu ishte i lindur për të pasuar gardën e vjetër të Likudit. Menahem Begin, ish lider i grupit terrorist Irgun, dhe Yitzhak Shamir, ish shefi i grupit terrorist Stern. Me një ego gjigante dhe prirje për veç shfrytëzim. Ai e dinte se momenti i tij kishte ardhur. Edhe nëse do duhej të kapërcente fillimisht dinosaurët e Likudit, si Shamir dhe princat e Likudit. Udhëheqja e Netanyahut në Likud filloi pas vrasjes së kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995, pjesërisht fal klimës politike ndezëse që lejoi fushata e tij. Kritik të zëshëm të marrëveshjes së Oslos, Netanyahu dhe partia e tij kishin marrë pjesë në demonstrata ku statuja të Rabinit ishin shfaqur me uniforma naziste dhe u doqën. Kur Rabin u varros, gruaja e tij, Leah, ishte e kënaqur të takonte liderin e autoritetit palestinez, Yasser Arafat, por mbajti një distancë të ftohtë ndaj Netanyahut. Ajo akuzoi liderin e ri opozitar dhe partinë e tij Likud për kultivimin e klimës së nxitjes.